Zotin Pollo e kam të ftuar në studio. Mirëmbrëma, Zotin Pollo. Mirëmbrëma. Faleminderit që pranuat ftesën. Në fakt, mora shkas, sepse ne e dëgjuam mbrojtjen që i bët një seri e ndryshimesh e djetra tilla në projekt ligjin për prokurimet publike, por opozita nuk u bind, madje në fund nuk e votoi. Në radhë parë pse erdhi në prag festash për të votuar një projekt ligji tillë? Ishte ligji përmbyllës, ishte ligji që në një farë mënyrë shtyu dhe seancën e fundit. Por tani u poq, si thuash, tani u bë gati dhe unë do kisha dëshiruar që t'ishe votuar në mes dhjetorit, por kjo, mendoj unë, nuk është më e rëndësishme, pavarësisht nga fakt që ne sot u mblodhëm edhe uruam njëri tjetrin, kolegët deputet, për vitin e ri. E rëndësishme, dhe më thënë, me pasoj për vëndin, me pasoj pozitive për vëndin, është një ndryshim, krahas disa të tjerave, që ky ligj sjell. Dhe ky ligj sjell që autoritetet kontraktore, drejtorit, agjencit, bashkit, komunat, qarqet, mund të fillojnë procedurat e prokurimit që sot. Praktikisht që nesër. Pa u çelur fondet e buxhetit. Por për opozitën këtu është një pikpyetje e madhe. Pse u përzgjedh të bëhet pikërisht në një vit elektoral një gjë e tillë? Dhe ndoshta ky nxitim kërkon përmbushjen e një serie projektesh elektorale. Nuk ka të bëjë me zgjedhjet e qershorit të vitit të ardhshëm, ka të bëjë me përmirësimin e ligjit shqiptar për prokurimin publik në përputhje me direktivat europiane, pra AKIN, ligjin europian në këtë fush, dhe me përvojën që ne kemi patur. Ky është njëri nga ndryshimet, i cili deli domosdoshëm jo vetëm për 2013, por do jetë edhe për 2014 dhe për 2015, do jetë një lloj dhe nga kjo do përfitojnë edhe kryetarët e bashkisë që i përkasin Partisë Demokratike, por edhe ata që i përkasin Partisë Socialiste. Nga kjo pikpamje nuk mund të flitet për përfitim elektoral të njëanshëm. Nga kjo pikpamje Partia Socialiste ka votuar kundrejt një ligji që i shërben vendit, ka votuar kundër një ligji që i shërben edhe të zgjedhurve të vetë në nivel lokal, ka votuar kundër një ligji që në tërësi harmonizon ligjin tonë të brendshëm me AKIN, me direktivat Praktika europiane e ka këtë logjik, pra të fillimit, të nderimit? Të gjitha ndryshimet që gjitha ndryshimet, amendimet që u miratuan sot, janë në përputhje me direktivën e 2004 dhe të 2007. Por, le të ndalemi te frika që u shpreh nga një kolege opozitës, se do futen në borxhe bashkitë dhe komunat, dhe se këto borxhe do ja lënë... Pa u hedhur në llogari rrjet se do të nisin me projektet. Ta dëgjojmë dashur deri në fund arsyetimin. E para njëherë borxh flitet nga një mandat në tjetrin dhe zgjedhjet pushtetit vendor në sapo i bëm. E dyta, në borxh futesh edhe në 1 janar, mund futesh edhe në 1 mars, edhe në 1 korrik, në qoftë se shpenzon shumë dhe janë shpenzime që nuk i përballon buxheti, është shpenzime që nuk kthehen. Ajo që sjell ky ligj është që vonesa që është shkaktuar prej shumë kohësh, tu vim ke pyetja mund ishte bërë dhe më herët, por është mirë që u bë sepse transpozimi ka qenë një punë shumë e gjatë, ka qenë një punë me konsulencën e Sigmës, që është organi i mbështetur nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar vendet aspirante, vendet që synojnë integrim, antarësimin në Bashkimin Evropian, dhe është një proces që ka zgjatur sepse dhe kompleksiteti i këtij ligji dhe kësaj problematike ju desh organeve tona të ndihmuara nga SIGA, ju desh 1 vit e gjysmë ose më shumë. Ndërsa opozita pretendon që ne vetëm 2 ditë kohë na lat për ta shqyrtuar një gjë tillë. Janë ankuar për pamundësi kohore për të shqyrtuar projekt ligjit. Jo 2 ditë është dërguar, është futur në domethënë bëhet më shumë se domethënë bëhet afër 1 javë. 1 javë që ka qenë, ka kaluar dhe në komisionin përkatës. 1 javë është futur me procedurë të përshpejtuar për arsyeën që unë po tentoj të shpjegoj, por 1 javë kohë për një amendim, jo për një ligj të plot, për një amendim është kohë e mjaftueshme nëse ke vullnetin ta lexosh e ta kuptosh. Nëse do thuash pa vërteta, është tjetër gjë. Po le të ndalemi te avantazhi i madh që sjell ky ligj. Në këtë vit që po mbyllim, dhe vitet e mëparshme, autoritetet kontraktore, edhe një herë, drejtoritë e përgjithshme në ministri, agjencitë e pavarura, bashkitë, komunat, qarqet, prisnin 2-3 muaj para se të fillonin procedurën e prokurimit, pra kur Ministria e Financave thesari çelte fondet. Tani, ata e din se çfarë ka në buxhet, e din ose i kanë dokumentacionin e dur të tenderit, i kanë gati dokumentat e tenderit, termat e referencës, specifikimet teknike, fondi limit, presupozohet që i kanë bërë këto punë, se po si patin bërë një lloj të vonohen, por nëse i kanë këto gjëra gati, atëherë në 3 janar, që është
mos gaboj ditë e pare punës e vitit ardhshëm, mund të hapin procedurat të cilat kërkojnë 40 ditëshin apo sipas rastit një afat. Këtu nuk ka ndryshuar asgjë. Dhe këtu ka ndryshuar që mund të hapin që në 2 janar dhe jo që në 15 shkurt apo 15 mars. Por që mos ketë papërgjegjshmëri dhe mos ketë një ortek pa kufi edhe pa sens të tendrave që hapen, që mund të rrezikon të situatën buxhetore, atëherë është shkruar qartë në ligj që kontratat, dhe kontrata është gjë e rëndësishme, jo hapja e tenderit, kontrata është gjëja që të lidh, të detyron me palë të treta, me palët private. Çasti që lind detyrimi. Shasti që lind detyrimi në shkrimi i kontratës mund bëhet vetëm mbasi thesari kanë konfirmuar ekzistencën e fondeve për një prokurim saktuar. Pra, nga pikpamja e sigurisë financiare. Monitoron thesari, le të themi, ezaurimin e fondeve. Domethënë, nuk mund të ketë shpërdorim fondesh në kuptimin e shpenzimeve pakut, sepse kontrata lidhet vetëm kur fondi, domethënë parat janë aty dhe kthehen konfirmon thesari. Dhe kjo është e njëjta gjë, domethënë dhe përpara thesari thoshte parat janë këtu, fillo procedurat. Procedurat zgjasin po themi 2 muaj, çik më pak po them 2 muaj. Procedurat fillojnë në janar, vazhdojnë në rrjedhën e tyre, por kontrata lidhet, në rast se kemi një fitues të shpallur, kontrata lidhet kur thesari konfirmon. Çka është një, domethënë, të kursen 2 muaj, të paktën 2 muaj, në disa raste mund të kurse edhe 3 muaj dhe 4, sepse ne kam patur, domethënë autoritetet kontraktuese, institucionet e shtetit, kam patur fonde, duhet bënin blerje, mallre dhe shërbime shumë të rëndësishme, për komplikacione që ka ndodhur rrugës janë djegur fondet. E qartë, zoti Pollo, ju e shpjegoni me interesin e madh që ka kjo gjë për t'i vënë në lëvizje të gjithë entet që ju përmendët, për të filluar nga puna me projektet. Mirë po, ka disa elementë të cilët duket se kanë ndryshuar mënyrën se si do të zhvillohen prokurimet publike. Po e nis më konkretisht, faktin që mund të konsiderohet tender i vlefshëm edhe kur ka vetëm një ofertues. Për opozitën është absurde se si mund të pranohet një gjë e tillë në mungesë konkurrence. Është çështje që debatuam sot në seancë plenare dhe është bërë proverbiale tenderi në një komunë të largët, ku kryetari i komunës fut firmën e kushëririt, pastaj mbyll derën me bekçiun, që i thoshin rojes në kohën e Turqisë. Dhe nuk linte njëri tynte. Dhe nuk linte, ose linte kushërinë e parë dhe kushërinë e dytë. 2, sepse ishte kusht 2. Ne kemi kaluar 100% në prokurim elektronik dhe bleret e vogla, ato nën 4.000 euro, 4.000 dollar, 4 milion lekë vjetra, po kanë kaluar gjithashtu dhe në prokurim elektronik. Dhe ajo që është vërejtur nga studimi i prokurimeve elektronike është që nuk është më si përpara që për arsye abuzive ka mungesë ofertuesish. Domethënë, për tendera të zakonshëm mund të ketë 2, mund të ketë 5, mund të ketë 22 nga një herë, por në qoftë se ndodh që ka një, kjo do thotë që gjithë tjerët janë pa interesuar, jo se janë penguar të futen. Zoti Pollo, nëse ka një element e cili kërkohet e drejta, se ajo që ka ballafaqim të drejtë për drejtë me qeverinë, është një lloj avokati. Ekzistonte avokati i prokurimeve, ishte një institucion i pavarur, u bë mendimin e USAID-it, që në këtë rast financoi dhe bëri trajnimin e nevojshëm, e shkrit, duke u shprehur se ka të tjera ente, por që janë në fakt varësit kryeministrit. A keni prekur pak pamshmërinë e trajtimit të ankesave që mund të ketë biznesi në këtë rast? Shiko, kudo në përvojat që kemi parë, një organ i tillë, i cili është instancë apeli, varet nga qeveria. Qeveria është përgjegjëse për paranë publike, është përgjegjëse për buxhetin, është përgjegjëse për shpenzimet, kuptohet që duhet të jetë përgjegjëse edhe për instanca të tilla. Ndërkohë që ankimimi për çështjet mund vazhdojë gjithmonë edhe në gjykatë, por Komisioni i Prokurimit Publik, që është krijuar para 3 vitesh, e ka këtë funksion që një farë mënyre edhe funksione tjera që i luan dhe avokati prokurimeve. Pra, ne kemi qenë këto 3 vjetë me 2 organe të cilat në një mas të madhe bënin punë paralele ose bënin punë të mbivendosur. Dhe erdhi koha që të vendosim që të mbetemi vetëm me një, çka do evitoj edhe konfuzionin. Kjo ka qenë arsye që u abrogua, po patjetër avokati prokurimeve me zotin Qoshja në krye ka bërë një punë shumë të mirë për të analizuar dhe për të sugjeruar ndryshime ligjore. Një pjesë e mirë e sugjerimeve për amendime ligjore që ka bërë avokati prokurimit gjatë atyre viteve, sot janë në fuqi, janë pjesë e kësaj pakete që votoi Kuvendi, që miratoi Kuvendi sot.
Zoti Bollo, ju shprehet që është bërë në asistencë të plot edhe me organizma ndërkombëtar, ka një përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian, tashmë mbetet vetëm që të garantohet zbatimi i ligjit sa më drejt që të jetë e mundur. Aq më tepër që prokurimet publike rendisni gjithnjë si një ndër avantazhet kryesore të reformave të ndërmarra në Shqipëri edhe në luftën kundër korrupsionit. Do të jetë një gur prove shumë i fortë për qeverinë. Ka qenë një gur prove gjithkohës, ka qenë një nga plagët e mëdha që kemi trashëguar. Kemi patur raste me qeveritë socialiste që jo në komunë e largët që përmendëm pak më parë, po që në mes Tiranës për një tender me vëllim shumë të madh, një nga ofertuesit qelloi që u arrestua dhe u lirua 2 orë më vonë kur ishte mbyllur tenderi, i tha na fal se të kemi arrestuar gabim. Tani me prokurim elektronik kjo gjë nuk mund të ndodhi, gjithkush mund të aplikojë, mund të paraqesë oferte nga shtëpia, nga zyra, nga diku nëse ka dokumenta në rregull dhe do vlerësohet pra. Pra kjo fazë është e kapërcyer. Kuptohet që avantazhi është i jashtëzakonshëm nga 8% që ishte norma kursimit me prokurimin konvencional, ka vajtur 15%. Pra nëse ishte fondi limit, futesh për 100.000 lek, kanë fituar mesatarisht kontrata me 92.000 lek. Tani fitohen me 84-85.000 lek që kur funksionon prokurimi elektronik. Pra janë tregues të matshëm, janë tregues të qartë që kemi ka shumë gjëra për të bërë, ka dhe probleme. Ka dhe zyrtarë që korruptohen, ka dhe zyrtarë që çohen përgjegjës për prokurime që janë çuar për ndjekje penale. Fatmirësisht. Kjo ndodh kudo, kjo ndodh në Francë, kjo ndodh në Gjermani. Detyra jonë është që krahas njerëzve që besojnë më të mirë të ndërtojmë dhe një sistem që është i drejtë me aplikantin, që është i drejtë me shtetin, që argjon paratë e taksapaguesit dhe që i shërben më të mirë interesit publik. Dhe besoj që ligji që ne votuam sot dhe që fatkeqësisht opozita pa mundur ta bllokojë, nuk është me 3/5, lavdi Zotit, u hyri në fuqi dhe mendoj që do kemi një procedim më të mirë për. Dhe po e mbyllni këtë vit Zoti Pollo me një tjetër vot munguar të opozitës. Për fat mirë ju shprehet ju për një ligj i cili nuk kërkon shumë i cilësuar, por janë 3 ligje që kërkojnë shumë i cilësuar, të cilat janë bën arsye e pamundësisë për të marrë statusin e vendit kandidat. Megjithëse opozita mendon se nuk janë vetëm këto 3 ligje. Mendoj që është një damk e Edi Ramës personalisht, është një damk e Partisë Socialiste, e tregon një parti hipokrite për sa i përket integrimit evropian. Arsyet pse a lidhen me të kaluarën komuniste, a lidhen me taktizimin për të goditur qeverinë me që gjykuan se statusi do i leverdiste Partisë Demokratike dhe koalicionit, këtë le ta shpjegojnë ata. Do marrë një dënim publik, do ketë një përkthim në vota në qershor të vitit ardhshëm. Mund të jetë dënim dhe për ju, Zoti Pollo? Unë mendoj që publiku e ka qartë që qeveria i bëri detyrat e vetë. Për antarësimin e Shqipërisë ka shumë për të bërë, po për rekomandimin e statusit nga Komisioni Evropian duheshin vetëm 3 ligje. Për miratimin e statusit duheshin ndoshta 3 ligje ose diçka ne nuk e dim sepse propozimi nuk është bërë. Shtetet anëtare nuk kanë asgjë mbi tryezë. Dhe unë do isha i lumtur sikur në dhjetor Komisioni Evropian ta bënte propozimin, pastaj shtetet anëtare mund ta miratonin dhjetor, ndoshta në janar, ndoshta në mars. Edhe me 3 ligjet mbi tryezë. Edhe mund ta refuzonin. Mund ta miratonin, mund ta refuzonin, po përvoja ka qenë që edhe për të paktën me sa e kam djegur unë, kur flitej për heqjen e vizave, ishte vetëm një shtet që kishte dyshime. Dhe do shkonte me vot pak mundësi vot kundra, por abstenim ose pra. Dhe ky shtet, që është përmendur prapë në kontekstin e statusit kandidat për Shqipërinë, ky shtet shkoi dhe votoi pro. Ishte më skeptiku, ishte skeptik në Shqipërisë, jo se ka ndonjë me Shqipërinë, po mund të edhe për vende rrotullnesh mund të ketë po atë do skepticizmi, për arsye se të tilla ka politikën e brendshme. Nuk i duhet vënë faj një procesi demokratik. Ai shtet votoi pro dhe liberalizimi i vizave për shqiptarët u bë në unanimitet në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian. Shundodhi dhe paraleli është mëse ngjashëm. Megjithatë, nuk kemi pse të bëhemi fallxor. Detyra jonë ishte që Komisioni të çonte propozimin tek ministrat, Komisioni Evropian, propozimin që Shqipëria status kandidat. Pastaj them edhe një herë, nëse para zgjedhje o mbas zgjedhje nuk e di, besoj që do ishte para zgjedhjeve. Nëse në dhjetor apo në mars, prap nuk mund ta thotë njeri. Por do e kishim mbi tryezë për ta vendosur një ditë. Në mos ditën e sotme, në mbledhjen e ardhshme. Këshilli nuk ka gjë mbi tryezë sepse Komisioni nuk ka rekomanduar statusin kandidat. Komisioni nuk e ka bërë këtë sepse vetëm për ka gjë 3 zgjidhje, për 12 gjëra të tjera është një proces që do vazhdoj. Ka vazhduar vite të gjata prokuracin,
Në momentin që do hapet, jemi të përgatitur të vazhdoj vitet gjata dhe për Shqipërinë, se s'ka sitet ndryshe. Do vazhdoj për Maqedoninë, do vazhdoj për gjithë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Por duhet filloj në një moment dhe këtë fillim Edi Rama e ka penguar. Dhe nuk është çështje qeveri opozit, nuk është çështje PDPS, është çështje që Shqipëria fare mirë mund ta merrte, sepse nuk është as pak më mbrapa se Mali i Zi, që statusin e ka marrë para një viti dhe si vjet mori hapjen e negociatave. Do ishte në një nivel me Serbinë, tani jo për faj të zhvillimit, jo për faj të përmbushjes detyre, por për faj të kapriços ose të malinjitetit një personi dhe një partie, Shqipëria ngel mbrapa, nuk ngel Partia Socialiste. Për fakt keq, unë kështu e shoh. Me gjas deri për zgjedhjet, çka do thotë që zgjedhja do të bëhet një test i rëndësishëm edhe i maturisë klasës politike. Andaj urimi i parë shqiptarëve shkon për një vit më së normal dhe zgjedhje sipas standardeve. Dhe një vot për ata që nuk pagojnë integrimin e Shqipërisë. Dhe një vot për më të mirët. Zoti Pollo, faleminderit që ishit në studion e ABC News. Ju uroj punë të mbarë dhe një vit të mbarë. Gjithashtu.